Se duhet ta thosha në këngë gjithë së pjesë. Ose s'kemi kohë. Ky bashkimi ka ndodhur në brenda Bigut. Gjesti, Egli. Tani sa fëmijë do doje Gjesti? Veç pa, a bëni si orë ishte? Jo, sa fëmijë do doje? Jo, e kam dëgjuar Gjesti. A mund të themi Gjesti e vogël akoma, i ri, ke jetën përpara. Po fola me Eglin. Ty, Gjest, po them. Ti vet sa fëmijë do doje? Kishe. Po mi e ri po do jetë. Tashmi vjekur. 2 djem një qik. 2 djem, 3 fëmijë. Me Eglin? Sa vetëm e s'po i thua? Si t'jetë vafti? Ju mund e pyeta sa fëmijë do, me... O zotëri, me sa fëmijë sa gratë? Nuk i do me Eglin, jo. Me sa gra? Drejt, kom i morë sa du, vla. Jo, isha mamon mu. Po 3 fëmijë nuk i bën dot me 5 gra, me 3 do i bën. Jo, Qa du t'i thoja bjetës është me qënë se u folë për Kosovën, qa kam ndjerë unë dhe qa kam kuptuar unë, është që më shumë më do Kosova nuse në Kosovë, se sa më do Gjesti nuse në Kosovë. Që Kosovë, edhe unë të dua shumë, Kosova do që më do më vlerëson. Shqipëria e do dhëndër, tani ju të dy ndajni më Ky zotëria mos më përmendu të këtë gjeste. E vë shumë në siklet, në s'dua ta... Edhe unë vijem në siklet, se dhe për mu nuk është në një gjë e bukur që është skip gjithkohës. Kur bëhet fjala për... 2 djemë dhe një varë. Shumë mirë. I kesh me jetë për të kesh asot. Zgjidhni se katër na një qiturën atje.